Mirëmëngjes nderuar teleshikues, mirë se vini në News 24 fundjavë. Do të qëndrojmë edhe ditën e sotme deri në orën 12 së bashku me zhvillime, aktualitet, tematika të ndryshme, të cilat me specialistë të fushave do të kemi mundësi t'i zhvillojmë në News 24 fundjavë. Do ta nisim këtë mëngjes me një temë që në fakt është bërë përditshmëria jonë, inteligjenca artificiale, nga çipat në tru tek robotët humanoid. Unë kam dy miq shumë të mirë dhe personazhet do të trajtojnë shumë mirë këtë temë dhe do japin një këndvështrim të këndshëm. Ermand Mernika, inxhinier biomjekësor, mirë se vjen në studio. Përshëndetje Megi dhe kënaqësi që jam pranë jush në News 24 për të folur për këtë tematika shumë interesante që vërtet mund sa të shohim mëngjes që shikoj një lajm të Elon Muskut apo Bill Gates, zëre sikur s'kam nevojë për kafe fare, më bëjnë hiperaktiv që mëngjes. Domethënë patjetër janë shumë interesante të zgjojnë. Domethënë në një ditë ti shikon lajmin e Elon Muskut që thotë shiko se njerëzit do shkojnë në Mars. Një ditë ngjon atë shikon një lajm edhe Jeff Bezos i shumë interesant. Si e shikon ti, ai promovon turizmin kozmik me inteligjencë artificiale që të çojë një grup vajzash atje përfshirë edhe Katy Perry. Ky tjetër i than taksuri, domethënë ky Bill Gates thotë që ne nuk do punojmë asnjëherë, thotë do punojë inteligjenca artificiale për ne. Po a ke nevojë ti dhe unë apo Mirjani të pim kafen e mëngjesit, ne çohemi plot energji me këto lajme? Shiko, ne kemi nevojë ta pim kafen për të mbledhur veten nga këto lajme, se nuk janë dhe fort të mira. Po megjithatë. Jo, unë ndjem shumë pozitiv. Mirjani, fizioterapist, tani më korrigjon ose unë do ta them profilin tënd siç duhet. Mjek hiperbarik në terapinë me oksigjen. Me terapinë me oksigjen, që nuk është fort e dëgjuar, është futur vitet e fundit apo jo si. Çfarë mendimi ke për këto zhvillimet, për ta ngrohur pak temën para se të kalojmë tek zhvillimet që kanë qarkulluar edhe gjatë këtyre ditëve të fundit? Megi, tema e inteligjencës artificiale është jashtëzakonisht interesante, sepse po zhvillohet shumë shpejt dhe në shëndetësi ka pasur një impakt jashtëzakonisht pozitiv. Për shkak sepse po themi në profilin tonë është kthyer si një ndihmë jashtëzakonisht e madhe për të ndihmuar dhe për të çuar përpara mjekësinë në një hap tjetër më të madh. Ermand, së shpejti mendja jon do kontrollohet përmes çipave. Shiko. Unë për vete nuk e besoj, po tash nuk e di se si e mendon ti. Po ta shikosh në një farë mënyre, tash të kontrollohet mendja nëpërmjet mikrokontroller apo çipave, unë e quaj edhe un paradoks, të mbështes kjo pjesë. Por po ta shikojmë atë mikrokontrollerin Neuralink që është krijuar nga Elon Musk, ka aspekte shumë pikërisht pra beneficiare. Se çfarë do të thotë pikërisht? Pra ai krijoi Neuralinkun që u bë shumë global. Është një mikrokontroller që ndikon pikërisht pra në rehabilitimin e pacientëve që kanë pasur një paralizë lokale apo gjenerale. Për shembull, marrim rastin e një aksidenti që një pacient për shembull ka dëmtuar një korteks ose një zonë caktuar të korteksit cerebral dhe ka shkuar në paralizë për shembull të krahut, këmbët, nuk mund ngrej dot një shishe ujë. Ky mikrokontroller është shumë i avancuar, ky Neuralink, sepse është korporatë shumë e fuqishme që krijon çipat për të bërë të mundur lidhjen e neuroneve me njëra tjetrën me anë të disa fijeve mikroneuroelektronike. U provu pikërisht pra sepse kjo u miratu nga FDA approved, që është organizata amerikane, domethënë e aplikimit të farmaceutikeve, mjekësoreve etj. U apliku ke pacienti i parë, u apliku ke pacienti i dytë, rezultoi edhe ke i tretë rezultoi pozitiv. Pra ndikon shumë në aspekt shumë beneficiar në shëndetësi. Madje thotë që me anë të këtij mikrokontrolleri, se ne na duken në këto si filma fantastiko-shkencore. Po nuk e prisnim të zhvillim, apo jo, Mirjane, prisnim të zhvillim? Është shumë i shpejtë realisht. Zhvillim shumë i shpejtë i cili ka patur një impakt shumë pozitiv. Unë shikoj, nuk e di pse unë duhet bëj oponencën në këtë moment sepse nuk e besoj dot që e ardhmja të shkojë në këto ritme, pra të zhduket inteligjenca personale njerëzore dhe të po sfumohet Megi. Po sfumohet. Di pse? Shiko tani, inteligjenca artificiale duke u zhvilluar kaq shumë, domethënë ndikon në atë pjesën që i bën gjërat, i leton gjërat. Domethënë na leton në punët tona, më shumë balancon aspektin pozitiv, pra shumë beneficiare. Ka side efekte si në shëndetësi, në aspektin psikologjik etj, por më vjen ajo më që është më veçantë që po na bën dembel, që do të thotë unë vetë inteligjencën artificiale e shikoj 90 deri 95% pozitive që po sjell aspekt beneficiar, po na ndihmon në aspektin shëndetësor, Mirjanin, ty në aspektin e medias, digitalizimi etj. Por në aspektin e grave në shtëpi për shembull. Po, inteligjenca para se të kalojmë kjo, inteligjenca artificiale ka koeficient maksimal. Dhe inteligjenca artificiale me këtë zhvillim masiv po sfumon koeficientin e inteligjencës natyrale. Cila është arsyeja se nuk po vrasim trurin fare për një problematik. Ne shikojmë student për shembull etj që i gjejnë gjërat gati.
Pra një problem matematikor apo në fizikë apo një tjetër, hajtë se po ma zgjidhin ChatGPT-ra Mirë, mund të zgjidhet çdo gjë përmes robotëve, ja. Mirjani mund të më japi një përgjigje për këtë pjesë. Si fizioterapist, dhe më kam dëgjuar që shumë trajtime mund të bëhen përmes robotëve në trupin e njeriut. Si mund ta zvendësoj pikpamjen mjekësore një robot? Gjetjen e një diagnoze për shembull, për të rënë në kokë asaj që ne kemi. Shikoj, profesion që fizioterapist që është Mirjani, unë e besoj që asnjëherë nuk e zëvendëson. Ka ndalur robot masazhier të tillë, po profesionin tonë nuk mendoj që mund ta zëvendësoj, por mund ta fuqizoj, që do të thotë në një farë mënyrë inteligjenca artificiale bën ato çfarë ne nuk e bëjmë dot, pra analizon, korrigjon dhe na suporton me informacione shumë të nevojshme gjatë aspektit të rehabilitimit për të ndjekur një progres sa më të mirë dhe një efikasitet sa më lartë të terapisë. Por që ta zëvendësoj nuk e mendoj. Pasi puna jonë është dhe fizike, por në të njëjtën kohë dhe e kombinuar bashkë me pacientin. Patjetër që po, dhe këtë do ta bëj si pyetje që a mund të kuptojë një robot dhimbjen e një pacienti siç edhe kupton një mjek në të përditshmen, pra pavarësisht që flasim edhe po e pompojmë shumë zhvillimin e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, ndoshta nuk do të arrijë deri në atë pikë apo jo. Apo mund do. Meki, unë me dashje si pa dashje, unë e them si inxhinier biomjekësor jam i parë që mos zëvendësohen. Ti dole jashtë lojë. Unë kam dalur jashtë lojës. Unë gradualisht shikoj veten te diku të riskuar, sepse po shkoj direkt ke ai që thoshte Elon Musk, njerëzit nuk do punojnë, do punojë roboti për ne. Ku ka më bukur, fantastike. Ku ka më bukur tani ti zëvendësohesh, si e thua ti ku ka më bukur? S'ka problem, tash ne s'do punojmë, s'do lodhemi shumë, roboti do punojë për ne. Kështu që kjo është domethënë, por një psikolog, një infermiere dhe një fizioterapist është e pamundur që ta, apo dhe një mjek është e pamundur sepse janë të lidhur direkt me pacientët. Psikologëve, sepse ChatGPT një aplikacion, një zhvillim po bën çuditëra edhe kjo, po quhet psikolog digital. Që jep këshilla Mirjan për problemet ndryshme që kemi në jetën e përditshme. Edhe kjo duhet të shërbejë si një këshill kjo biseda jonë sot, që të mos e marrin ndoshta në konsiderat këshillën e chatit për çdo gjë që ndodh në jetën tonë. Sepse sado që të përpiqet për të kuptuar se çfarë ne kemi, ndoshta nuk do ta arrijë kur. Po. Shikoj, është koncept që unë e quaj domethënë shokun tim digital, sepse di çfarë ndodh. Çfarë pyetjesh e bën, disa ti je pak mistrec? Jo, faktikisht nga që jam shumë mistrec edhe duket sikur tamam do më zëvendësoj totalisht. Po unë për shembull i kam bërë një pyetje ChatGPT-s. A do shkojë ndonjëherë njeriu në Mars? Me ChatGPT-ja faktikisht ta tregon një përgjigje shumë korrekte, shumë e çuditshme, domethënë të thotë që po bëhen plane, projekte zhvillimi etj. Me anë të kapsulave kozmike, një kompeticion midis StarX edhe kompanisë të këtij Blue Origin të Jeff Bezos, pra po krijohet një kompeticion për të promovuar turizmin kozmik. Që do thotë inteligjenca artificiale po zhvillohet deri diku, po më na zëvendëson aspektin e punës. Për shembull, ku mund ta marrim këtë? Një para shumë vitesh në industritë e automobilave kishte një staf të madh punojësish dhe produktiviteti mujor ishte i ulët. Që do thotë në muaj mund të kishte 10-15 automobila, marrim fjalë, supozojmë para 15 vjetësh, 20 vjetësh. Kurse sot ke një staf shumë vogël punojësish. Kush janë? Ato që janë të mbi kualifikuar, overqualified people. Kurse pjesën tjetër e bëjnë krahas robotik, produktiviteti mujor është 1000-2000 automobila. Që do thotë logjikisht a e shikon inteligjencën artificiale çfarë produktiviteti pra çfarë rendimenti ka? Dhe jetojmë një sistem kapitalist ku koncepti njeri po sfumohet. Që do thotë ky sistem është i fokusuar kryesisht te produktiviteti, ke rendimenti, ke qëllimet përfituese. Mirë, kështu si thoni ju në tërësi, dhe si them unë dhe si thon shumë analistë të tjerë. Nëse bëhet fjalë për kontrollin e trurit të njeriut përmes çipave, mund ndodh që të kemi ndërhyrje? Për hakerim thua. Shiko, të kontrollohet truri me anë, ose të kontrollohet inteligjenca jo natyrale, me anë të mikrokontrollerëve, unë e quaj nonsense deri diku, sepse domethënë i bi që të robotizohemi tash, deri diku kanë filluar domethënë, siç e ditë Mirjani, me implant, me protezat, implante etj të cilët vendosen pikërisht pra, por që aktualisht të vendosë të implementosh një mikrokontroller apo një chip në tru, siç po e bën ai fantaksuri, sepse unë jam fan si Musk, Elon Musk, por në disa gjëra më duket pak çuditshëm. Do të implementosh një chip që të kontrolloj trurin e njeriu, unë e quaj pak si nonsense, ka thënë ai që mikrokontroller i cili implementohet për aspekt shëndetësor,
mund të menaxhoj edhe një mouse, për shembull, ti mund të menaxhosh edhe një mouse dhe një tastier me anë të valve. Por nuk e shikoj dhe aq shumë konkrete. Se, domethënë, po ta shikojmë Omegi di çfarë. Ne para çfarë. disa vitesh kështu mendonim. Ajo që më duket më shumë çudi, domethënë që dhe mua më bën përshtypje është, domethënë ne kur kemi qenë vegjël shikonim ato filmat në Hollywood. Domethënë që krijoshin robotë etj si ai për shembull filmi Simulation 1 Simon. Tash unë do e them, pa e thënë emrin, po do them se mesazhin që më kanë shkruar është dikush që thotë, mund ndodh për shembull që të kemi ndërhyrje të më hakerojnë burrin për shembull. Edhe kjo është pyetje shumë e fortë. Thuaj që jo, nëse ekziston një dashuri e pastër, harroj që burri ta hakerojë. ndërhyjnë inteligjencë artificiale. Është pa mundur, kështu që le të flej gjumë rehat, domethënë, por që inteligjenca artificiale, teknologjia për shembull po ndikon aspekte pozitive në botën e IT-s. Për shembull, unë si një ekspert IT para 15 vjetësh apo 20 vjetësh lodheshim shumë për të krijuar, konfiguruar servera, infrastruktura, rrjete etj. Sot janë gjithë sistemet e azhurnuara. Domethënë mjafton njën automatikisht. Domethënë këtë po bën, po na leton në punën tonë, por është kthyer në shokun ton digital. Domethënë shoku im i ngushtë digital, shoku jot është shoku jot apo është armiku jot? Google se po bëjmë diçka për trajt batute. Pyetjet që i bën ti në të përditshme se e di që ti bën shumë pyetje me chatin. Është edhe shoku i përditshëm. Si të gjithë njerëzit edhe tek, po themi tek profesioni jon, ndikon pozitivisht. Përveç fatit që edhe pacientët sot po informohen më në thellësi, dhe madje na i ka bërë punën akoma edhe më të lehtë, sepse shumica e pacientëve duke pasur, po themi, ChatGPT-n si një mjet që i suporton, i ndihmon vazhdimisht për çdo lloj pyetje, çdo lloj paqësie që mund të kenë, ato janë informuar përpara se të vinë tek ne, i kanë kuptuar të gjitha benefitet dhe konceptet bazë të shërbimit apo të terapisë që do marrin, dhe ka ndikuar drejt për drejt, po themi, në mirë funksionimin e dyja palëve. Ndërkohë, çfarë ndjen si më të rrezikshme? Pavarësisht që shohim të aspektin pozitiv që të suporton në profesionin tënd, çfarë ndjen më të rrezikshme si kërcënim real nga inteligjenca artificiale? Ajo çfarë unë shikoj më problem ose më të rrezikshme është pjesa e varësisë. Po themi pasi shumë njerëz kanë krijuar një lloj varësie të frikshme ndaj. Vin për shembull pacientët tek ju të thonë, "Ore, mama, ti ma thua kështu, po çati më ka thënë të kundërtën." Vin shumë dhe madje është shtuar ky fenomen. Thash në të njëjtën kohë ka dhe një efekt pozitiv pasi është më i informuar, na i bën më të lehtë, po na e kupton gjithë atë logjikën e gjës që ai do marri. Por në të njëjtën kohë ka dhe një lloj mosbesimi të madh pasi i shtuan ato pikpyetje të shumta. Për shkak të informacionit më të tepruar se ç'duhet, ose të informacionit jo të po themi është një informacion bazik i thjeshtë, dhe kjo e çekulibron pak atë vetë pacientën në rastin konkret. Ndërkohë ju si mjek, a e përdorni në jetën e përditshme? Merrni ndonjë këshill për sa i përket ndoshta edhe studimeve të ndryshme apo për mbledhje informacioni etj? Patjetër, kryesisht për studimet është shumë i domosdoshëm, pasi se të thuash, na afron më shumë, më shpejt me një informacion që ne më përpara nuk i kemi pas të aksesueshëm. Dhe në të njëjtën kohë është një mjet shumë i mirë për të mendoj për qartësimin e gjërave. Patjetër që po. Ermend, i mendove pyetjet, çfarë pyetjesh i bën chatit? Unë një pyetje kam bërë me chatit. Po ti nuk e ke bërë një, ti ke bërë disa, po ti një na thuaj. Një pyetje kam bërë pikante. Dhe me qenë se jemi deri diku të fushës së shëndetësisë, unë kam pyetur, i kam thënë, domethënë, a ndikon e qeshura në shëndet, domethënë përmirëson shëndetin? Dhe ChatGPT-ja thotë, ju prit, jo të ta jap se s'bën. Prit pak, mos e lutem. A ndikon ta marrim mjekun, ato janë primarët. Po, primarët. A ndikon e qeshura në shëndet? Patjetër që po. Pozitivisht. Patjetër që po, pasi rrit nivelet e endorfinës, oksitocinës. Thuaj mirë se do ta konkurroj përgjigjen me chatin. Kanë ndikim të jashtëzakonshëm. Patjetër që po. Edhe unë e konfirmoj atë që thotë inxhinieri. Ma thuaj përgjigjen që të ka dhënë chati? Domethënë, dhe chati thotë e qeshura të bën mirë për zemrën. Për zemrën. Dhe tash unë po mendoja, po e bëj dhe pak. Po mendoja për vetën, Mr. Bean i bi që tjetë kardiolog më i famshëm gjithë botën. Dhe Netflix i tjetë, domethënë, në spitali më i famshëm gjithë botën. Sepse ne me Mr. Bean i kemi qeshur gjithë kohën edhe na ka ngritur edhe humorin. Pra imagjino, po bëj një lloj të tillë, por që unë mendoj që inteligjenca artificiale, domethënë, po na ndikon shumë pozitiv. Dhe një pyetje tjetër. Se thonë
një kokër moll mban mjekun larg. Po, e mban? Prit tani, se këtu e kemi mjekun. Ka ngelur... Ti s'po dit tani se çfarë thua për këtë pjesën, se është mit, ë? Po, ka ngelur si mit, po në të vërtet, përveç fatit që molla ka shumë benefite nga ana shëndetit, më shumë është tek pjesa e shpjegimit të gjës që sa më pranë natyrës, aq më mirë. Pra, sa më pranë natyrës të ushqemi, aq më të shëndetshëm jemi. Çati, çfarë përgjigje ka dhënë? Jo, çati nuk më ka dhënë për një përgjigje tjetër. Nëse një kokër moll mban mjekun larg, po 2 kokra moll më larg. Çati ka dhënë nivel analitik. Apo duhet t'i rrim ne mjeku, domethënë. Kjo është që s'ma ka dhënë përgjigjen. Kush do vendosi kufit në inteligjencën artificiale dhe sa do mundemi ne do jetë shkenca nga një anë, apo do jetë morali në anën tjetër, që pa diskutim që të gjithë ne themi po mirë, mos ta pyes shumë çatin, po të marr mjekun se është nuk ka kufi. Nuk ka kufi. Inteligjenca artificiale zhvillohet, është kthyer domethënë një zhvillim masiv që nuk e kontrollon dot. Sepse të gjithë sot ne shikojmë fëmijë që 1 vjeç, 2 vjeç, që ka efekte anësore që Mirjani di shumë mirë, që në fizioterapi apo në oftalmologji, domethënë ne shikojmë që 1 vjeç, 2 vjeç bëjnë scroll me atë telefonin, shikojnë reelse të ndryshme. Si ndikon te fëmijët ky aspekti i scrollit edhe i kontrollit të algoritmit përmes qëndrimi postura. Ja, do ma thot. Ne po e shikojmë në fakt për ditë. Çdo ditë. Po e shikojmë çdo ditë, madje është bërë shumë e theksuar sepse një ndër, po themi, shkaqet kryesore që shkakton scrolling është humbja e përqendrimit. Dhe ajo është gjëja më e rëndësishme mendoj tek fëmijët. Mungesa e përqendrimit i bën hiperaktiv, i bën të agituar, i prish cilësinë e gjumit dhe në të njëjtën kohë i humb atë produktivitetin e ditës fëmijës. Ka një risk shumë të madh në mendimin tim pjesa. Ndërkohë, duke qenë që ju merrni me terapi dhe edhe me fëmijët me spektrin e autizmit, ka një varësi në teknologji nga këta fëmijë dhe sa ka varësi ka dhe një inteligjencë shumë të lartë të këtyre fëmijëve po prapë në teknologji. Çfarë ndodh me trurin e një fëmije me autizëm, që ka një shqis shumë të zhvilluar për të kapur element në teknologji? Shiko, të truri i fëmijës është vazhdimisht në zhvillim dhe kjo e bën shumë të hapur në mënyrë që të përthith informacione shumë të shpejta nga teknologjia. Por, siç e thamë më parë, në të njëjtën kohë ka edhe atë side effectin mbrapa, që humbet gjithë ato faktore të rëndësishëm, që është përqendrimi, fokusi, cilësia e prishjes gjumit e më radhë. Madje Ermand thuhet që shumë ekspert dhe zhvillues të teknologjisë mund të kenë një nivel të lehtë të spektrit të autizmit. Nuk e di se çfarë mendimi ndan ti. Unë shiko, ideja është domethënë çështja e fëmijëve autikë është një situatë shumë problematike, por që ajo që unë kam vënë re që janë shumë të zgjuar, janë shumë të zgjuar në një sektor, ja marrim rastin e Elon Muskut. Elon Musk është autik. Në koncept, është i prirur, kanë një lloj koeficienti inteligjencë më të lartë se sa të tjerët, të fokusuar në një fushë. Por ka sindrom Asperger. Po. Dhe kjo njihet edhe në termin e autizmit. Në termin e autizmit. Unë faktikisht desha të prek atë pikë me atë klauzull që përmendën në lidhje me limitet. Ne nuk mund ta limitojmë dot inteligjencën artificiale, shumë e vështirë. Edhe në Suedi apo në vende të tjera nordike po bëhet një projekt plan arsim. Po i heqin telefonat në shumë vende. Po i heqin, por prapë është e pamundur, është domethënë pa të farë kohë, por nuk mund ta limitosh, se inteligjenca artificiale vetëm sjell aspekte pozitive. Ja marrim rastin në sektorin shëndetësor. Para shumë vitesh për shembull ato anatomit gjëre gjatë. Këte të hynin, këte të dilin kapacitet, domethënë shumë material sot kanë dalë anatomi digjitale kur duket sikur një student i cili ndodh në fakultetin e shkencave mjekësore, teknike duket sikur hyn në një sallë operacioni, domethënë virtual. Pra e shikon sa ndikon pozitivisht në aspektin e perceptimit të mësimit, praktikisht, gjithashtu dhe në didaktikën e mësimdhënies nga pedagogët, mësuesit e tjerë. Por keq përdorimi i inteligjencës artificiale varet nga ne. Se supozojmë për shembull fjala vjen gjëja e parë në arsim, mund të kemi për shembull student ose gjimnazist të cilët kërkojnë të bëjnë një ese, pasi ja fusin aty ChatGPT apo unë përdor një aplikacion tjetër shumë interesant, Copilot, që është i Microsoftit, është edhe kjo shumë praktik. Imagjino 10 maturant të bëjnë apo 20 maturant të bëjnë një ese. A bëjnë të njëjtën material chati?
Pra çati bën të njëjtin material se unë di që nuk i prodhon njësoj. Çati atë punë ka teknologji, Thjesht strukturon informacionin. Strukturon informacionin. Dhe diku Po mirë, kështu si po e themi ne, nuk është kaq e rrezikshëm, nuk është që bën të gjitha gjëra. Jo, nuk është e rrezikshme fare, por ajo që unë dua të prek është që ne nuk po e vrasim mendjen. Për shembull, për një problem matematikor, në vend të vrasim mendjen logjika organike, ne tash merremi me logjikën artificiale. Logjika artificiale ta e përgjigjen më së miri. Perfekt, por që ne duhet të dimë vetë ta menaxhojmë në ato limite, domethënë. Por unë dua të prek edhe diçka këtë çështja e zëvendësimit. Ti je zvendësuar e the këtë unë jam i pari që edhe unë dalësh loje. Për momentin vetëm Mirjani është që mund të qëndrojnë lojë në profesion. Po. Më mendoj edhe shumë profesione të tjera, jo vetëm profesioni jon, pasi tham çdo gjë mund ta zëvendësoj inteligjenca artificiale. Është e zakonisht një ndihmë shumë e madhe sot në kohë që po flasim, po zhvillohet shumë shpejt, po na suporton zakonisht shumë, ka sjellë një impakt në të gjithë botën për shumë kategori profesionesh. Mirë po, në një farë mënyre, po themi, jo vetëm tek profesioni jonë, po disa profesione të tjera, siç janë fizike apo puna që janë mekanike, nuk mund të na zëvendësoj. Mirë, të japim disa këshilla për prindërit që janë duke na ndjekur, sepse shpesh më ndodh që të bëj dhe biseda me shumë prindër të shumë fëmijëve dhe artikulojnë, nuk kam çfarë bëj fëmijës, është i varur nga teknologjia dhe do t'ja lë telefonin. Tani, në kushtet që nuk ja heqim dot menjëherë, çfarë masash mund të marrim të lehta për të filluar për të punuar me ta? Shiko, dhe duke e ndërthurur me pasojat që mund të kenë në shtyllën kurrizore, në gjendjen emocionale, pra duke bërë dhe krahasimin me pasojat që ndoshta mund të kemi një lloj ndërgjegjësimi. Këshillat kryesore që unë do t'i japja prindërve janë dy ato më kryesore. Unë do t'i sugjeroja që 2 orët e para të mëngjesit mos të kenë direkt një kontakt me telefonin. 2 orët e para të mëngjesit. 2 orët e para janë shumë të rëndësishme për shkak sepse truri sapo është zgjuar dhe ka nevojë për një, po themi, që mos të rimarrë direkt një sasi shumë të lartë të zhvillimit të informacionesh. Dhe truri i fëmijës duke qenë se është në rritje dhe përthith shumë shpejt dhe merr të gjithë atë gjën anën e gabuar të ditës. Në të njëjtën kohë do sugjeroja edhe në darkë në njëta gjë 2 orë përpara gjumit, pasi sidomos cilësia e gjumit tek fëmijët është shumë e rëndësishme. Është ajo çfarë i bën më produktiv fëmijët. Është ajo dhe kryesisht çfarë i humb fokusin fëmijëve. Kështu që mëngjesin dhe darka, ndërsa për sa i përket eliminimit, unë do thoja që të bëj një plan gradual. Për shkak sepse është shumë e vështirë që të marrësh telefonin dhe ka pasoja. Unë jam prind vetë dhe e kuptoj shumë mirë sa e vështirë është të punosh me fëmijën tek pjesa e heqjes së teknologjisë, por do sugjeroja që të punohet po themi me orare që 1 orë po, 3 orë jo, mos të vi një shkëputje graduale, mos të vi direkte, të vi një shkëputje shumë graduale. Probleme oftalmologjike, desha të shtoj pak. Fëmijët për shembull 1 vjeç, 2 vjeç, vazhdim duke qëndruar gjithkohë në telefon, u krijohet patologjia miopisë, pamundësia për të parë larg. Dhe duhet patjetër që të shkojnë në vend syze. Pra, në oftalmologji, miopia ndikon tjetër gjë, aspekte psikologjike që Mirjani e tha, influencon shumë nga bumi i informacioneve në rrjetet sociale. Madje ka dhe nga ato që ndikohen se mund të paralelizojnë rrjetën e Instagram apo TikTok-ut me jetën reale. Kjo është se do ta pyesja pak Mirjani dhe Mhiku. Kjo është vetëm për telefonin, sepse dhe ne kur kemi qenë të vegjël, e nisnim ditën duke parë filma vizatimor në televizor. Gjithmonë. Zgjoheshim para se të ikim në shkollë, kukullat që do transmetoheshin. Kjo është vetëm për telefonin apo kjo është në tërësi për, pra, ta zvendësojmë platformën, nëse është e mundur? Kjo është, po themi, kryesisht për telefonin. Për telefonin. Pasi telefoni në vetë krijon një varësi të frikshme. Ndërsa, po themi, është ndryshe për televizorin. Pasi e ka, po themi, nuk e ka të shumë ka filtrat, ka filtrat, edhe vetë fëmia, po themi, është më komod në rastin kur e shikon nga televizori që nuk krijon atë varësinë siç e krijon telefonin. Telefoni ka një lloj varësie të frikshme. Dhe është jashtëzakonisht e dëmshme. Si kontrollohen mendimet, Ermand, të çdo njeriu, mendimet e mia, mendimet e tua përmes AI-t dhe algoritmit? Pra ne gjithmonë, ore, a përgjohet ky telefoni im sepse unë them diçka tani dhe mua më shfaqet në telefon pas 2 minutash. Shiko, e di çfarë mendoj unë, nuk është se domethënë nuk e shikoj që mund të përgjohemi apo mund të trakohemi kjo pjesë, sepse nëse ti zgjedh për shembull një Reels apo një video, ajo do vazhdojnë në vazhdën e të ngjashmeve. Domethënë për shembull, nëse unë do zgjedh një Reels për shembull aty ose të shoh në YouTube një film për shembull që ka qenë ai filmi që është krijuar, që Hollywoodi krijoi njeriu 200 vjeçar, Bicentennial Old Man,
edhe do na dalin filma të ngjashëm, por që nuk mendoj që teknologjia të jetë aq intruzive që të na përgjojë siç është tek. Nëse është e planifikuar, okay. Domethënë nëse krijon skema apo planifikim është okay, por që të na përgjojë vetë teknologjia, inteligjenca artificiale, unë e shoh si nonsens, por ky lajm i fundit më ka pëlqyer jashtë mase. Dhe ndërkohë zhvillimet për të zhvendosur për ikjen nga toka kanë qenë realisht dhe ne do bëjmë tema pa diskutim të tjera për diskutuar. Që në vitet 1960 ka qenë plan projekti i njeriut për të shkuar për të kaluar, për të dalur nga planeti blu, nga jashtë orbite që shkuan njeriu i parë, më duket që shkoi astronom i parë i cili shkoi në Hënë. Që Hëna është një satelit shumë afër 300.000 kilometra larg. Tani plani është edhe më i madh, a? Plani është i madh se zhvillimi i teknologjisë dhe inteligjencës artificiale, mirë që po ndikon në promovimin e turizmit kozmik. Pra të marrin njerëz. Kam një pyetje shumë, meqense jemi në fund bisedës, edhe kam për Mirjanin. Mund të lindë një fëmijë në hapësirë? Pra mund të ndodhë që një fëmijë mund të lindë në hapësirë? Për momentin që shkojt pa mundur, ndoshta në të ardhmen. Mirjan? Nëse Elon Musk siç e ka përmendur do krijojë facilitete që të ketë sasinë oksigjeni dur, domethënë ti përshtatet kushteve biologjike dhe metabolike të njerëzit në Mars, siç e ka thënë ky apo kudo që thotë, atëherë nëse krijon facilitete të përshtatshme për qenie njerëzore që plotëson gjithë kushtet, atëherë patjetër. Mendoj që kërkon një studim shumë të gjerë. Shumë të gjerë. Sa kaq. Megjithatë, të gjitha temat që diskutuam deri tani kanë nisur vite më përpara me skepticizëm, ndoshta nuk do të ndodhen, por ndodhen. Desha të fus dhe një lajm interesant lidhur me robotin Neo. Sepse këtë se përmendëm ne çështja e humanoidëve, ku ka më bukur se sa një robot Neo, robot shtëpiak, të merret në shtëpi, e kishin nxjerrur në Shtetet Bashkuara, shumë shpejt mund vinë në Europë, mbase mund vinë në Shqipëri. Bëhen xheloz burrat shqiptar për një robot të mashkull në tim gruas në gatim që të laj shtëpinë, që domethënë në punë të shtëpisë, sepse gruaja ka më shumë ngarkesë se ne. Jo do mbaj fëmijët, ku ka më bukur? Patjetër, pse jo, që të merresh me gjithë gjërat e shtëpisë. Edhe ku ka më mirë që grua duhet mbajtur mirë, duhet mbajtur domethënë, duhet të mendoj unë domethënë nuk duhet ngarkohet shumë. Të sfidoj. Dhe roboti jam shumë dakord me inxhinier dhe madje mendoj që jo vetëm të ardhmen, por që tani është një mjet i domosdoshëm. Mirë, shkoni blini robotin, ndihmoni graduaja. Faleminderit shumë që kisha në këtë mëngjes, realisht më realizoi një temë shumë të bukur. Një kënaqësi shumë e madhe që ishim pranë jush në News 24. Faleminderit Mirjan për prezencën tuaj. Mirë, do të shkojmë shkurtimisht në publicitet, do të rikthehemi pas pak, kemi të tjera zhvillime në programacionin e ditës së sotme në News 24 fundjavë. Mos u largoni.